të arsimi, rinia, angazhimet qytetarës dhe shtu janë temat që i di mas mirë. Për neve janë dy pika kryesore ku duhemi me orientu të shëtutje angazhimin në arsim. E para ka të bëjë me një sistem arsimor që i aftëson trit për tregun e punës. Një ndërlidhe më e madhe me shkollës edhe tregut të punës, shkolla profesionale, aftësimi profesional për nevojat që i ka sot tregu. Dhe dyta ka të bëjë me temën e madhe të arsimit tërditor, në të cilën ne besojmë, mirë po na jemi shumë të vetëdijshëm se nuk i kemi kushtet e duhura për me zbatuar si duhet këtë program. Dhe kjo na kërkon investime duke kriju hapësinë për aktivitet kulturor, fizik. Për këto me pa mundësin që shmujmë me adaptu një program që veç e kemi nisë në që një 2 vite në qeveri, po kemi qujtë arti dhe sportin në shkolla. Edhe pa dyshim duke pas përvojë direkte me Ministrinë e Kulturës, konsideroj që është bu një punë e mirë, që nuk ka ndohë ma herë. Mujta prej prezentimit tuaj me kuptu që paka shumë 3 prioritete në fushën e arsimit është infrastruktura, mësimit dual dhe mësimit tërditor. Konsideroj që mësimit dual dhe mësimit tërditor janë 2 lëvizje që bojnë me reformën thelbësore në arsim. Mandej logoped, nuk kemi logoped në për shkolla, edhe pediatr, edhe shërbime psikologjike në çdo shkollë dhe fushata sensibilizuese për destigmatizimin e ndihmës së psikologëve. Mundet nështë me u bu ma mirë të inputeve që na i vëzhgojnë për shtetet. Shna për fillimit jemi taku me shumë njerëz. Kemi intervistu profesionistë të fushës, përmes cilëve kemi ndërtu edhe konceptin tonë për me propozu, sepse edhe inputet e juja na kanë ndihmu pak me formësu që të platformën tonë për arsimin.